Altin Albati, vëllai i deputetit të Partisë Demokratike Bledjan Albati, është arrestuar nga Blut e Korçës. Vëllai i deputetit demokrat së bashku me Marcel Buçin dhe Trajan Çelikun kanë marrë peng shtetasin Ilir Topçiu në fshatin Vishocic, i cili aktualisht ishte me mas arresti shtëpie. Bëhet me dije se autorët e kanë keq trajtuar Topçiun në mjediset e banesës së njërit prej tyre. Policia e Devollit është ende duke kryer kontrolle për mbledhjen e provave. Ngjarja ka ndodhur 2 ditë më parë, ndërsa aksioni policor po finalizohet ditën e sotme. Trajan Çeliku nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi më 2 tetor të këtij viti u përfshi në një sherrë, ku mbeti dhe i plagosur me thik. Kush është Altin Albati? Altin Albati nuk është emër i panjohur për policinë. Së bashku me vëllain e tij deputet, më 3 maj, u konfliktuan në Bilisht me një shofer kamioni, të cilin e dhunuan. Deputetin Albati u paraqit në SPAK më 27 tetor lidhur me këtë ngjarje. Mësohet se në deklarimet e dhëna në prokurori, deputeti së bashku me vëllain janë shprehur se kamioni ka qenë me shpejtësi dhe mund t'i kishte goditur nga mbrapa. Bledjan Albati tha për mediat se ishte një sulm politik, edhe pse në pamje shihej teksa edhe në prezencë të policisë ngjitet në shkallët e kamionit për të goditur shoferin. Për këtë ngjarje u vu në pranga Alti, i cili më vonë u la në masën detyrim paraqitje. Deputeti nuk u procedua.